A mendoni se pas këtij atentati dhe pas kësaj ngjarje mjaft të rëndë, SPAK do vihet në lëvizje për të rritur nivelin e goditjeve ndaj krimit të organizuar? Nuk ka ç'a bëj SPAK-u i vetëm. Por të bëj sa doj SPAK-u nuk ka ç'a të bëj se këtu problemi është kriminaliteti shumë i madh dhe i hapur jo thjesht në një segment të qeverisjes apo të pushteteve tjera, pushtete lokale, është i përhapur. Dhe këtu duhet të jenë gjitha institucionet bashkë me SPAK-un që të luftohet ky fenomen. Ti mund të kërkosh sa duash në SPAK-un, nuk ka ç'a të bëj SPAK-u. Ç'a do bëj SPAK-u kush e korruptuar gjithë policia. Ai dërgon letër i thotë i kthire atë, ai vetë punoi si policistë se gjeta unë të shtëpi, thotë e kam dërguar letrën, thotë. Ndërkohë që kërkimin ta bëj, do ta bëj ai punoi si i BKH-s aty, sa ta 40 veta, 50 veta, 60 veta, sa janë aty. Pra, e na pikëmarrje me burimeve njerëzore për atë volumi, pra duhen gjitha institucionet. Në këtë rast kemi një pjesë të SPAK-ut që do të punojë, një pjesë që është në shërbim, një pjesë që kanë frikë, që s'duan thonë, shikojnë terrezin tim edhe këtu, nuk ngrihen në nivelin e lartë që të godasin fort aty. Që ti kuptojnë edhe qytetarët tonë, po, ade këtu. Po mbaroj mandatin e kanë mendjen tikin se cilin po duhet. Ky është gjykimi im. Të shpresojmë që me drejtuesit e rinj të SPAK-ut që do vinë, të shpresojmë që do kenë ndryshime te kjo pjesa e drejtimit të strukturës së posaçme antikorrupsion. Të shohim te kjo. Të shikojmë, unë jam pesimist, po një reformë duhet të paktën një reformë e madhe në sistemin e drejtësisë. Edhe kjo sipas World Justice Project. World Justice Project është shoqata e amerikanëve që bën raportet e përvitshme lidhur me standardet e demokracisë dhe drejtësisë në veçantë për çdo vend të botës. Dhe ky është raporti basi merr Departamenti i Shtetit. Dhe mi specializuari. Pra, më vonë vin këto Freedom House, Transparency International dhe tjera, po ky që është më profesionali. Në 2015 ne ishim në vendin e 46 për drejtësinë penale. Në 2025 jemi në vendin e 82 me përmbysje. Pra jemi më keq se ç'kemi qenë. Pra ishim mirë kur ishim keq. Këto janë fakte publike. Këto nuk i fshem dot. Vet kreu i SPAK, Dumani, u shpreh në deshi në seancë parlamentare, kur bëri atë raportimin para parlamentit, u shpreh që korrupsioni në Shqipëri është rritur. Krimet kundër korrupsionit janë rritur. Pra këto janë fakte, apo jo? Po. Këto janë fakte, këto nuk i fshem dot. Pra, domethënë, unë shikoj shumë problemi këtu si zgjidhje politike. Jo thjesht çështje institucionale, por zgjidhje politike në kuptimin e filozofisë. Pra duhet largohet ky, të çlirohen socialistët, të çlirohen demokratët, të çlirohet maxhoranca, të çlirohet opozita dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme, sepse shikojmë në korrupsionin, shikojmë Ballukun, shikojmë Ramën, shikojmë tunelin. Kupton për çfarë po flas? Nuk ndodh në asnjë vend të botës, edhe në botës tretë këto, nuk ndodhin këto që ndodhin në Shqipëri. Pavarësisht se këtu 93% e mediave janë të kapura. Edhe bëjmë punën e vet. 93% sipas raportit të Bashkimit Evropian, është me raport. 46.5% e gazetarëve censurohen, pra i thonë që se e jep për kufizimi, thonë që ti thon mos e bëj këtë lajm, kurse 46.5% të tjerë vetë censurohen sepse shikojnë që ai tjetri kërcënohet apo vetë censurohet. Pra kjo është statistikë. Të ndalemi pak te rasti i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila duket se ka një pushtet shumë pakufishëm kundrejt kryeministit Edi Rama, me cilin u pa së fundmi edhe në një konferencë të përbashkët me njëri tjetrin. A mendoni se Edi Rama është tërhequr nga goditja ndaj Belinda Ballukut dhe tashmë është Balluku ajo e cila ka marrë peng, po themi në thojza, kryeministin Edi Rama? Shikoj çfarë dua të them. Diku në një intervistë me një gazetar, me një kolegun tuaj, kam thënë që Balluku nuk është personazhi që mund të sfidoj, pra që mund të jetë pretendente për postin e kryeministrit. Një. E dyta, Balluku, kam thënë, është më lojtare pragmatiste këtu se Erion Velia, në kuptimin politik, dhe ka për t'ia ngrënë kokën e Erion Velias. Dhe Erion Velia ka ngrënë kokën ajo, sigurisht me bekimin e Ramës. Po të dy këta personazhe janë në shërbim të Ramës, kanë qenë shërbim të Ramës më saktë. Dhe Balluku, mendoj unë, nuk ka vepruar në emër të vet. Sidomos për dy tecë, Tigrin 1, Tigrin 2 të Vlorës dhe tunelin Llogaras.
Se jo rastisht ka dhënë buxhetin më të madh Ballukut ai. Ka bashkuar 3 ministri bashk. Kur i bashkoi, i ndau, i bashkoi, i dha këtë vit i dha buxhetin më të madh, i dha gati 2 miliard euro nga buxheti, i dha vetëm Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transporteve. Ajo që mendoj unë te Balluku dhe tek Rama ka dy momente. Para njëra Spaku do kalojnë akuza të tjera, unë besoj se ata s'kan çfarë bëjnë, do e bëjnë punën e tyre. Ka 2 momente. Rama do tentoj që të mos heqë imunitetin Ballukut në parlament. Dhe e dyta, momenti që nuk deq imunitetin, kur ti kërkoj, kur ngren akuzën për mas sigurie Spaku, sepse është me imunitet zonja, dhe po sjoj që imuniteti nuk mund të marrësh mas sigurie sipas kushtetutës. Aty pastaj do futen Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe unë besoj që do ta shpallin edhe zotin Rama de facto non grata në këtë pikë. Besoj, pra ai e di këtë, e di shumë mirë këtë gjë, se zënës ndihmës sekretari i shtetit që ka takuar në mënyrë të posaçme prokurorin e çështjes Balluku që ka thënë ec para vazhdo se ke mbështetjen tonë, jo pa qëllim ka ardhur. Pra për të bërë drejtësi, jo për të goditur këtë apo atë, por për të bërë drejtësi, vazhdo dosin edhe ec para. Kështu që unë e shikoj që nuk e mbush vitin kjo majorancë, edhe besoj do kemi rast flasim prapë. Pra një vit nuk e mbush. Kjo është llogaria që bëj unë. Për shkak të këtyre zhvillimeve dhe zullumi shtrashur shumë. Kjo është ajo që mendoj unë domethënë. Si është e mundur që Spaku nuk ndërmori ose nuk kërkoi mas sigurie kundrejt Ballukut, por thjesht e konsideroi atë të pandehur dhe i komunikoi akuzën? Shiko, thash Spaku njëherë është i kontrolluar. Se dikush thot, po jo i ngriti akuzën. Ore, mund t'i ngresh akuzën but, po mund edhe ta ndalosh direkt. Pra ti je në detyrë, nëse do të ngresh akuzën për pastrim parash dhe korrupsion, ato ai po fillon të fsheh prova se ka pushtetën. Ne kemi këtu ka ndaluar një president republikës këtu pa prova, pa firmë. Ke liderin e opozitës tjetër. Ke zotin Berisha, ke Metën, ke Mediun, ke pa firmë konkrete. Kanë qenë me masa sigurie. Dje doli Sarkozy, e morën e mbajtën 1 vit Sarkozy, për që akuzohesh për puç shteti edhe financim të nga Gaddafi etj. E morën e mbajtën 20 ditë në zonë se thanë është presidenti të japi një masë sigurie. Pra kur e kishte marrë dënimin, që edhe ju shpreh edhe dje që unë nuk e pranoj këtë sepse s'e kam bërë, po do e mbaj kokën lart. Sigurisht pra, është drejtësi me regji e kontrolluar, mendoj unë. Megjithatë ata s'kan çfarë bëjnë, se edhe pse ja dhanë zgjedhjet tavolinë një pjesë e Spakut aty, që nuk ndërhyjnë për zgjedhjet e tjera, i zbatuan ato urdhrat e Italisë për ndalimet, i zbatuan mbas 11 majit edhe u kapën me faktin që u deshën 3 muaj dokumentat për ktheheshin e tjera. Nuk kanë çfarë bëjnë edhe ata, se është trashur aq shumë zullumi sa s'kan edhe ata çfarë t'i bëjnë. Pra faza e dytë duhet të jetë mas sigurie për mua dhe aty pastaj do hapet flet, aty do shikohet pastaj. Aty do shikohet ta shkojë opinioni publik hapur. Pra, do ndalohet kjo, siç u kërkua për Arben Ahmetajn, siç u kërkua për ish zëvendës kryeministrin, që është imuniteti do bëhet edhe për këtë kur faktet janë konkrete. Aty do e shohim pasi do dalë loja e hapur, aty do kemi pse zhvillime të tjera edhe ndërkombëtare. Unë jam i bindur tek kjo. Përveç faktit që duhet futet edhe opozita të marrë çik rolin e vet më fort këtu tek pjesa e FP-së, pse shikoj disa zhvillime duhet marrë rolin dhe pozicionin e saj në të drejtën, jo thjesht si opozitë politike, po si opozitë që mbron interesat e publikut. Se opozita nuk mbron interesat e demokratëve dhe të pjesës opozitare, mbron interesat e socialistëve dhe të atyre pa parti. Ky është koncepti i opozitarizmit. Nuk mbron thjesht bindet politike me lëvizjen e vet politike, po edhe shtetin e së drejtës, dhe Shqipërinë ndërsi. Artan, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve zoti Quku dhe ju uroj gjithë mirat. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.